Jemi rikthyer pa diskutim që në këtë situatë të krijuar institucionet, por edhe bizneset duhet jenë më vigjilente për të forcuar mekanizmat e mbrojtjes. A ka një angazhim të shtuar në këtë drejtim, Mustafa? Se ne flasim për këtë domosdoshmëri, por në të njëjtën kohë kemi reaguar duke intensifikuar mbrojtjen? Në mendimin tim, për sa i përket edhe dijenisë që kam, sigurisht që ka patur marrje masash, pra ka disa vite që është investuar për këtë, se nuk mund të investohet sot që nis problemi. Dhe është reflektuar, për shembull një tregues që e vërteton këtë gjë është rritja e buxhetit mbrojtjes. Pra, nga 2% në 5%. Pra, momenti që ti rrit buxhetin dhe e shikon si prioritet, pra, më shumë, dhe investon, pra tregon që ti po i kushton rëndësi kësaj gjëje. Dhe ky buxhet sigurisht që shikohet në kapacitete njerëzore, në sisteme mbrojtëse, por edhe në përmirësimin e infrastrukturës, pra dhe kuadrit ligjor. Pse e them këtë? Sepse janë 3 elementë që përbëjnë komponentin e sigurisë. Dhe në momenti që je antar i NATO-s, sigurisht për të përmbushur standardet e të qenurit antar, ti ke detyrime, siç ke edhe të drejta, ke edhe detyrime në një marrëdhënie, sepse pra pjesëmarrja jonë në NATO është një marrëdhënie që krijon drejta dhe detyriме midis shteteve anëtare. Ne kemi edhe detyrimin që të rrisim sigurinë, të rrisim kapacitetin tonë profesional në mënyrë që të shërbejmë aleatëve dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Pra, që të krijohet mekanizmi dhe bashkëpunimi të jetë efektiv dhe i suksesshëm, sigurisht që duhet rritur këto kapacitete dhe duhen marrë masa që të jemi në një, pra të jemi sigurisht në një nivel profesional bashkë me aktorët e tjerë dhe antarët e tjerë të aleancës. Por, a janë më të mbrojtur sot qytetarët të dhënat e tyre? Si vlerësoni ju si ekspert? Patjetër që janë më të mbrojtura, patjetër që janë rritur të gjitha masat e sigurisë apo protokollet e sigurisë që quhet ndryshe në të gjitha institucionet shtetërore, po ashtu është dhe biznesi dhe sektori privat ka filluar të marrë masa për të rritur sigurinë e klientëve të tyre apo të dhënave të klientëve të tyre, gjë që sidomos pas nisjes së sulmit të parë, gjitha bizneset të paktën që kanë të dhëna sensitive, patjetër kanë nisur protokollet e tyre të sigurisë për të siguruar të paktën. Ka protokolle të posaçme në raste të tilla? Patjetër që ka, patjetër që ka. Janë aktivizuar këto protokolle? Varet në dijenin tuaj, pra, në situata tensioni, konflikti etj. Këto protokolle që janë specifike aktivizohen edhe është ky rasti? Patjetër, patjetër. Të paktën e dim që bankat janë të parat të cilat e bëjnë apo e sjellin në vëmendje këtë lloj protokolli, të cilat bllokojnë çfarëdo lloj hyrje nga jashtë dhe çfarëdo lloj dalje nga brenda për jashtë. Dhe normalisht kjo është faza e parë e mbulimit apo e sigurisë që nuk ka komunikim bota e brendshme e bankës me botën e jashtme. Dhe automatikisht kjo është mbrojtja e parë. Pastaj ka dhe siguri të tjera, të cilat janë vendosja e limiteve të aksesimit, për shembull për arbrin, nëse arbri do jetë punonjës si një banke, automatikisht arbri do aksesoj vetëm këtë, jo siç e aksesonte më përpara, për të limituar problematikat të cilat mund të vinë, sepse si dihet asnjëherë, mund të jetë dhe sulmi nga brenda. Po, nuk përjashtohet. Patjetër, kështu që janë të gjitha protokollet e sigurisë për të ruajtur dhe nga brenda dhe nga jashtë çfarëdo lloj gjëje. Patjetër nuk është vetëm banka institucioni i parë privat i cili ofron këtë lloj gjëje, janë dhe telekomunikacioni, patjetër, për shembull Vodafone, One, etj, të cilat normalisht duan të mbrojnë të dhënat sensitive të klientëve të tyre. Edhe kështu bizneset të tjera të cilat përsëri kanë të dhëna sensitive, të cilat kanë filluar reagojnë ndaj të gjithë këtyre protokolleve, ndoshta dikush më thellësisht, dikush më pak, të cilat edhe aq mundësi sa kanë.
Mirë, nëse ne diskutojmë për rastin e Shqipërisë, se sa të kërcënuar, se sa të rrezikuar jemi, qoftë nga sulmet me raketa apo dron, duke pasur parasysh edhe ato lajmet që kanë qarkulluar dje mbi rrezet e veprimit të dronëve dhe raketave balistike iraniane, por duke mbetur tek sulmet kibernetike, fakti që diskutohet mundësia pra se sa është ekspozuar, rrezikohet apo kërcënohet Shqipëria lidhet edhe me kampin e mujahedinëve, pra kampin Ashraf në Mans, ku është një pjesë e opozitës iraniane. Ajo që ndodhi në 2022 ishte pikërisht pra të shënjestruar edhe për shkak të këtij realiteti. Edhe në këto kushte, edhe nëse diskutojmë për nevojën për mbrojtje, gjithmonë duke marrë në konsiderat këtë aspekt. Unë nuk do fokusohesha te ky aspekt me patjetër, se kjo është arsyeja apo, e thamë diskutuam më përpara që të gjitha planifikimet për të sulmuar nuk janë të rastësishme, pra kanë një plan strategjik midis tyre. Ne kemi marrë masa të duhura, mendoj se janë si detyrat e shtëpisë që i lihen një fëmijë nga shkolla dhe ne nga të gjitha instancat ku duhemi të përfshihemi, qoftë në BE, qoftë në NATO që jemi, kemi disa detyra të caktuara. Pjesë e këtyre detyrave të caktuara është edhe standardizimi i mbrojtjes kibernetike, që janë një mori protokolle standardesh të cilat janë shumë të avancuara dhe ne i adaptojmë në formatin më të mirë të mundshëm për mos me qenë pjesë. Mund t'jetë një nga arsyet ajo që përmenda Ada, por jo domosdoshmërisht. Pra, është diçka e cila mendoj që në këtë fazë që jemi, po dëgjoja qoftë opinionet të profesionistëve që merren me aspektin gjeopolitik, pra bëjnë analiza gjeopolitike, bëjnë analizat e shteteve se ku qëndrojnë midis njëri tjetrit, apo edhe analistë edhe të fushës që janë pjesë e sigurisë kibernetike, ato që vetë po diskutojmë, dhe nuk është se ke një përcaktim dhe ke një orientim të saktë të qartë në këtë momente që ne flasim. Më përpara u tha diku tek 16 sulme për Shqipërinë. A mund ta marrim apo jo këtë në konsiderat si një numër shumë i lartë apo shumë i vogël? Parimisht them po, është një numër i vogël, sepse edhe duke pasur shiko, ishte shumë interesante. Ne diskutuam përpara se të futeshim live në emision, pra se si ka qenë trajektoria apo trendi le të themi i këtyre sulmeve. Jemi në të njëjtën trajektore, nuk është se ka ndryshuar diçka më pak, diçka më shumë, nuk është se ka ndryshuar gjë konflikti në lindjen e mesme. Pikërisht, prandaj unë thash në fillim të intervistës që patjetër që do ndikoj, ka ndikuar, patjetër eksponentialisht do të ketë rritje me patjetër, por ideja është që nuk është se kemi parë në këtë kohë dhe ato që thash më herët që ky trendi ka pësuar rritje më të madhe sepse ka ndodhur lufta. 16 thash, është numër i vogël, i konsideruar i vogël, për arsye sepse dim shumë mirë se sa është avancuar teknikat, mbrojtja me radhë, por e kthyer në aspektin tjetër, këto sulme në qoftë se, siç e tham nesër, mund të jenë shumë fatale, edhe ky numër mund të jenë dhe 3, por mund të jenë shumë fatale se varet ku godasin, me çfarë matësie godasin. Se sa shpeshtia, pikërisht është targeti dhe synimi. Patjetër që po. Por që patjetër e tham, institucionet kanë marrë masa, bizneset po, jemi ndërgjegjësuar pak a shumë, më përpara nuk diheshe fare çfarë ishte siguria kibernetike, nuk kishim një ndarje IT, cyber security, por tashmë i dim shumë mirë çfarë quhet një profesionist në cyber, çfarë quhet një IT, për të bërë dhe këtë diferencimi, por për t'i dhënë peshën e duhur, sepse është e nevojshme në këtë pikë që jemi me zhvillimin e teknologjisë, duhet të marrin masa qoftë në implementimin përveç standardeve që na kanë lënë detyrat e shtëpisë ca më lart, duhet marrin masa edhe vetë bizneset, edhe vetë institucionet, duke instaluar platforma të ndryshme, që të si jemi, qoftë të soari. Është pikërisht një moment që edhe bizneset duhet të jenë më vigjilente, më të angazhuara dhe duke pasur këtë pjesë të listës së prioriteteve, se ne sërish kemi qenë në këtë studio kur kemi diskutuar që ka edhe nga ato biznese që nuk e vlerësojnë siç duhet rrezikun në një sulmi kibernetik. Ka një ndërgjegjësim kohët e fundit dhe sigurisht bizneset e mëdha janë ato që investojnë më shumë për shkak të edhe të fushës së operimit, por edhe kapitalit që zotrojnë.
por që akoma nuk jemi në nivelin e duhur. Qoftë nga ana e ndërgjegjësimit, po, qoftë nga ana e masave të marra, qoftë edhe nga mendësia që kemi për të krijuar një buxhet të caktuar që e di që këtë buxhet ti do ta dedikosh, alokosh pikërisht për pjesën e sigurisë. Akoma jemi në mendësinë, nëse mua më ndodh, atëherë do duhet marr masa, po harrojnë që këtu do humbin edhe më shumë, qoftë të ardhura, qoftë reputacioni i një biznesi, pasi ka ndodhur gjëja se është shumë e vështirë të bësh rikuperimin se sa të bësh parandalimin. Dhe kemi shumë punë përpara për të bërë. Besoj se edhe shpresoj që të rrisim këtë pjesën e eficiencës edhe më shumë. Tani, ka ndodhur që duke qenë se përvoja na ka treguar që kemi qenë të ekspozuar pre sulmeve, kemi ndjerë këtë efekt, kemi nxjerrë mësime, le të themi, nga sulmet e mëhershme? Pra në gjykimin tuaj, ajo çfarë jemi sot dhe kemi bërë sot, reflekton problematikat e së shkuarës gjithmonë në qasjen për t'i zgjidhur ato dhe për t'i edhe parandaluar, pa diskutim. Në momentin që ne patëm sulmi me Albanian, patjetër që Shteti shqiptar mori masat për ta përmirësuar sigurinë e Albanias, normalisht që këtu nis pjesa që ne po mësojmë çfarë është siguria, çfarë duhet siguria, pse duhet siguria. Dhe ky është hapi i parë, i cili ne kemi filluar të mësojmë me parimet bazë që shiko sepse ne na duhet dhe siguria në biznes, na duhet siguria për çfarë do lloj sistemi informacioni, sepse në rast se ne kemi një sistem informacioni i cili mund të jetë i hapur për publikun, normalisht arbri mund të futet aty dhe mund të marrë të dhënat e atës, për shembull, pa asnjë problem, por në momentin që është e dhënë sensitive dhe ne kemi një historik me Albanian, patjetër që mendohet dhe kjo, po sikur të futet dikush tjetër që t'i marrë këto të dhënat, të jetë pala e tretë e sulmit, normalisht kjo është një sensibilizim, qoftë edhe për instancat shtetërore, qoftë edhe për bizneset të cilat të paktën ja din vlerën kësaj gjëje. Po normalisht është dhe pjesa buxhetit, e cila është një ndër faktorët kryesor për pjesën që të bëhet një implementim ashtu siç duhet, sepse normalisht implementimi i një protokolli sigurie të mirëfillt që mund të çojë në një siguri 80-90% të atyre të dhënave të tua, sepse siguria 100% nuk ekziston. Pra ka një marsh, le të themi. Patjetër. 80-90% normalisht kërkon një dështimi. Patjetër ka. Është një shprehje që thotë siguria është iluzion nga një anë, por nga ana tjetër është dhe pika që ne themi që nëse ti zbaton X, Y, Z, patjetër automatikisht kjo do jetë diçka që është faktike dhe nuk është më iluzion. Dhe në këtë moment që të implementojnë të gjitha këto, kërkohet një buxhet patjetër i domosdoshëm për çfarë do lloj biznesi që ti mbrojë, por që varet nga kjo pjesë kryesore. Tani, duke qenë se shqetësimi, por edhe pyetja që mund të kenë qytetarët përgjatë këtyre ditëve, duke marrë shkas pra nga kjo situatë e krijuar dhe nga konflikti në lindjen e mesme, duhet të jenë të sigurt për të dhënat e tyre dhe llogaritë bankare mbi të gjitha? Ta nisëm? Po. Po, qytetarët duhet të ndihen të sigurt, po qoftë qytetarët, qoftë kompanitë, e tha dhe Arbi pak më përpara, e di si i ndajmë në kompani që janë hakuar dhe kompani që nuk janë hakuar akoma. Njësoj edhe me individët. Prandaj duhet jenë të zgjuar, jo se të ndihen të rrezikuar, nuk duhet të ndihen të rrezikuar, por duhet të jenë të zgjuar dhe kritik ndaj çdo mesazhi që u vjen, ndaj çdo klikimi që i bëjnë duhet të jenë shumë kritik. Në rastin kur sulmi është tek qytetari, po në rastin kur është te institucioni? Në rastin kur është te institucioni, duhet ta përdorim inteligjencën artificiale dhe zhvillimin e teknologjisë në të kundërt, në kuptimin që të kemi një threat intelligence më të sofistikuar nëpërmjet AI që bën një analizë të databazave të dhënave shumë të mëdha, të kemi një plan veprimi për
kundër përgjigje, pra të bëjmë simulime të vazhdueshme, red team, blue team, ku kemi simulime konkrete në rastin që ndodh një incident, apo si duhet të reagojmë, jo vetëm sistemet si duhet të reagojnë dhe si duhet të përgjigje në bazë të se si janë konfiguruar, por edhe njerëzit duhet kenë të njëjtat protokolle, të njëjtin plan se si duhet të reagojnë në rastet e një incidenti të caktuar. Po ashtu, duhet të kuptojmë diçka që sulmet kibernetike nuk janë, pra janë të lidhura patjetër me ndryshime gjeopolitike. Dhe nuk janë asnjëherë gabime teknike, nuk ndodh për këtë. 81% e sulmeve, të cilat kanë qenë të suksesshme, kanë ndodhur si pasojë e phishing. Pra si pasojë e njerëzve të cilat janë atakuar, nuk kanë qenë vigjilentë në ato momente të caktuar dhe kanë depërtuar të gjithë ato që kanë pas target për ta sulmuar atë nëpërmjet individëve të caktuara. Një sulm është i rastësishëm. Patjetër që madje vjen i mirë menduar dhe pas ti ka gjithmonë një sfond gjeopolitik. Pra interesa që shkojnë përtej asaj. Përtej. Dhe madje nuk ka se ka nuk e doja ta citoja dhe doja ta theksoja pjesën që nuk kemi rritje të numrit të sulmeve vetëm sepse ndodhi pjesa, por patjetër që po, ka koeficient dhe rritet patjetër, por funksionojnë edhe më përpara dhe para se sa të ndodhte problemi që kemi me pjesën e luftës tani në Iran, funksionojnë si një strukturë, një kompanie. Pra ka grupime lokale të cilat si thua e ushqejnë me informacion të caktuar, kush është lideri, kush si i kemi traditat, çfarë mendësie kemi, e me radhë për të na njohur më mirë, që të di se ku të shkojë dhe ku të godasi, që jep informacion, dhe të tjerë struktura, dhe të tjerë njerëz, të cilat formojnë struktura të tjera që mund mos jenë në Shqipëri lokalisht, por janë në përbotë të shpërndar, por që i kanë detyrat e ndara njësoj si kompania, pra që ka role të caktuara, CEO e me radhë. Kështu që ushqejnë njëri tjetrin për të bërë puzzle-in dhe për të pasur një sulm të sofistikuar, duke shtuar dhe komponentin e AI tani që e rrit në mënyrë të vazhdueshme. Tani do ishte përpara se të ndash Mustafa një mendim lidhur me sigurinë, se sa pra sigurta janë dhënat. Dua të rikthejmë arbrit për faktin që 16 sulme për të kuptuar është lokacioni, pra vendodhja e këtyre sulmeve nga ka qenë edhe cilat institucione janë shënjestruar? Ky informacion nuk ishte. Nuk ishte, por kishte disa vende të cilat vinin, nuk ishin të eksaktësisht se kush vende, por ishin disa nga Azia, disa nga Amerika, disa nga Afrika, të cilat bashkërisht bënin 16 sulme ditore DDoS. Pra nuk është e lidhur detyrimisht me situatën nuk është e lidhur me politikë, situatën. pikërisht. Okej. Po Mustafa, lidhur me garancinë pra e këtyre dënave. Atëherë, duke qenë se dhe mekanizmat e mbrojtjes. Janë bërë ndryshime ligjore, për sa i përket edhe mbrojtjes zënave personale, por edhe sigurisë kibernetike, dhe ligji, pra të dy ligji janë të 2024-s, dhe ligji për mbrojtjen e zënave personale është parafruar edhe me GDPR-in, pra General Data Protection Regulation, dhe duke marrë parasysh dhe ndryshimet mbi të cilën Bashkimi Evropian i ka vendosur theksin dhënave personale, por edhe inovacionin teknologjisë, si po merr rrjedha e zhvillimit në të gjithë kontinentin evropian, ka pasur ndryshime pra nga ana ligjore. Një aspekt tjetër, se sigurisht dhe kompanitë private ecin pak më shpejt dhe kanë pak më të ndjeshme dhe kanë liri më të madhe për trajnimin e stafit dhe vendosin se çfarë duan të kenë ato në staf. Autoritetet shtetërore vazhdojnë bëjnë periodikisht trajnime për punonjësit e vetë, dhe këtë është informacioni i sigurt i vërtetuar. ASPA në bashkëpunim me AKSK-n, pjesën e praktikës së higjienës kibernetike dhe si duhet sillet çdo punonjës me pjesën e gjithë pra dhënave personale, klikimi i mailit, linqet që vinë të dyshimta që mund të jenë phishing, dhe se si duhet komunikuar dhe me strukturën e departamentit teknologjisë të institucionit, janë leksione që zhvillohen webinare online për gjithë administratën publike. Pra, kjo është e vërtetueshme dhe ka trajnime periodikisht, nuk e di fikse
sa janë, po di që janë periodikisht në çdo muaj. Po, trajnime praktike dhe trajnime teorike gjithashtu. Në drejt. E qartë, mirë, ne do të vjojmë që të flasim për konfliktin në lindjen e mesme, në aspektin e sigurisë. Dua të falenderoj Migenën, faleminderit, kënaqësi që ishe me ne, po ashtu Mustafajin, faleminderit për kohën, Arbër, gjithashtu kënaqësi. Do të ketë sërish një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në studio.